ju e dini, unë nuk ja bugjetin e shtetit dhe paratë e taksave për ata kryetarë të cilët nuk din të punojnë mirë apo për ata që vjedhin. Kjo deklarat ka tronditër skenën politike në Kosovë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti në hapjen e fushatës për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, tha publikisht se nuk e jep buxhetin e shtetit për kryetarët e komunave që nuk punojnë mirë apo që vjedhen. Një fjali që ka mjaftuar për të ndezur reagime të ashpra dhe për të hapur një debat të ri për mënyrën se si përdoren parat publike. Kurti theksoi se qeveria e tij ka premtuar 1 miliard euro investime për komunat, por sipas tij ato para nuk do të shkojnë te ata që s'din të punojnë apo që vjedhen, duke bërë thirrje qytetarëve të mos votojnë, siç tha ai, ata që nuk duan punën. Por kjo deklaratë u prit me zemërim nga kryetari i Prishtinës, Parim Rama. Në një reagim të ashpër publik, Rama e quajti fjalën e Kurtit skandaloze dhe akuzoi për përvetësim të buxhetit të shtetit. Cilin buxhet nuk e jep Albin? Të popullit që e mban këtë shtet me tatime e durim apo të partisë që e ke shndruar në pronë private, shkroi ai. Rama paralajmëroi se një qasje e tillë përbën rrezik institucional, duke shtuar se pushteti nuk është pasqyrë për t'u admiruar, por provim që sipas tij Kurti e ka dështuar me arrogancë. Edhe analisti Afrim Kasolli reagoi përmes rrjeteve sociale duke theksuar se buxheti i shtetit është ligj, jo pronë e qeverisë, dhe se shpenzimi i tij arbitrar do të nënkuptonte keqpërdorim politik të fondeve publike. Sipas Kasollit, me këtë deklaratë, Kurti ka treguar se synon ta përdor buxhetin si instrument partijak. Kështu, një fjali e thënë në fillim të fushatës është shndruar në përballje të hapur politike që ka vënë në pikpyetje vetë ndarjen e pushteteve dhe mënyrën se si menaxhohet paraja e qytetarëve.